Unë kam zgjedhur të punoj freelancer pas një eksperiencë disa vjeçare në kompani private 8 deri në 12 orë, vendosa që të punoj nga shtëpia me programe të ndryshme, por që të punosh si freelancer ka avantazhe dhe disavantazhe të mira. Avantazhet e mira janë fakti që ti mund të zgjedhësh orarin kur të duash dhe do të punosh mes dreke, do të punosh në mëngjes, do të punosh në darkë vonë, mund të zgjedhësh projekte të cilat të motivojnë ashtu siç mua më pëlqejnë dhe jo të jesh i detyruar të punosh diku ku nuk e dëshirë dhe ku nuk e pikën e energjisë dhe të motivimit. Të ndihmon shumë edhe te pjesa e menaxhimit, pra tek pjesa e lekëve, sepse kur ti je jashtë, normalisht që dihet që do paguash për ushqimin, do paguash për transportin, do paguash edhe normalisht do dalësh do blesh dhe ndonjë gjë, sepse kur je në rrugë edhe mos ta duash atë gjën do ta blesh, dhe në të kundërt në momentin që punon nga shtëpia freelancer, pra në shtëpi ti ke mundësinë edhe të kursesh nga ana monetare.